Përshëndetje, mirë se vini në RTK Green. Së paku, gjatë 10 viteve të fundit, Kosova ka përjetuar vërshime shkatruese, qoftë në aspektin mjedisor, njerëzor, ekonomik, ndotës dhe shtetëror gjithashtu, por edhe ndërkufitar. Prandaj, ne jemi në këtë ciklin e emisionit të RTK Green për të trajtuar aspektin e vërshimeve, se përse pra nuk po arrim do t'i parandalojmë ato, dhe në fakt, a ka parandalime dhe çfarë ndikime mund të ketë edhe më tutje. Por një prej këtyre çështjeve që neve sot na interesojnë edhe aspekti gjeologjik, por edhe sismik, aspekti i pyjeve edhe i ndërtimit gjithashtu. E në krahun tim të djathtë kam drejtorin e shërbimit seizmologjik të Kosovës, zotin Shemsi Mustafa. Zoti Mustafa, mirë se erdhe. Mirë se gjej, faleminderit. Në anën time të majt, inxhinierin e pyjeve, zonjën Krenare Salihu. Knatësi Behare, faleminderit për ftesën. Me shumë knatësi. Profesorin e Universitetit të Prishtinës, inxhinierisë ndërtimit, Lavdim Osmanaj. Mirë se erdhe, zoti Osmanaj. Faleminderit për ftesën, knatësi që gjithmonë. Edhe imja gjithashtu. Aspekti sismik se kemi trajtuar asnjëherë. A ndikojnë në vërshime? Po, ndikojnë. Faktor kryesor që vinë deri te vërshimet, shitjet, rrjedhat, është pra topografia, dhe topografinë ka krijuar proceset geodinamike që vinë nga brenda tokës. Në kohën kur ishte periudha e kuaternarit, faktikisht kanë qenë proceset me intensitet më të lartë të neotektonikës, që je ka dhënë formën korës së tokës me një topografi dhe relief ashtu siç e ka pra territori i Kosovës. Pra territori i Kosovës ka një shtrirje në 3 drejtimet në aspektin e ramës për shtratën e lumeve, siç është pra nga istoku në Prizren, pastaj është lumi Sitnica, rrafshi i Kosovës, që ka një ramje të kundërtën me rrafshin e Dugaxhinit, që është fillon nga Ferizaj dhe mbaron në veri të Kosovës dhe në veri perëndim të Kosovës, dhe pjesa tjetër e ramës së lumeve është pjesa nga Ferizaj, Gadime, në Rëdime dhe vazhdon tutje. Do të thotë nga territori i Kosovës lumet derdhen në 3 deta, detin e Zi, detin e Adriatik dhe detin e Gje. Dhe në këto procese të brendshme të tokës, geodinamike, apo proceset endogjene dhe egzogjene, kanë kriju këtë relief që e kemi, këtë korë të tokës, e ka dhënë formën e korës të tokës që e kemi tani për tani. Dhe ne, si faktor njeri, nuk mundet të dalim në raport me këtë formacion, apo në raport me këtë relief, në raport me këtë topografi të korës së tokës, si që posedon territori i Kosovës, faktori njeri nuk mund të bënë ndryshime. Çka mund të bënë ndryshime, vetëm mund me kriju disa fatkeqësi, si që janë vërshimet, apo edhe domet nga në aspektin sismik, nga rënimet ose dëmtimet e strukturave që projektohen pa kritere. Dhe kjo ka një rëndësi shumë të madhe, pra që duhet të parandalohen këto çështje, sepse vetë natyra, ligjet e natyrës, apo geodinamika, duke u bazuar në proceset endogjene në brendin e tokës dhe egzogjene, që janë procese që ndikojnë energjia diellit, rreshjet, vjendet e erozionit, depozitimet e materialeve, e ka kriju një topografi, dhe në raport me këtë topografi ne edhe duhet faktikisht të veprojmë si faktor njeri. Përndryshe, ne do të përballim çdo herë, çdo vit me këto procese apo me këto vërshime. Po, së paku 10 vitet e fundit, pra kemi vërshime, madje 2016 edhe 3 herë brenda një viti, por do të flasim sërish për aspektin sismik, por në të njëjtën kohë këtu në studio kam ftuar edhe zyrtar, ose të paktën ju kam bërë ftesën të Komisionit të Pavarur të Minjerave dhe Mineraleve, nuk janë përgjigjur, madje kanë thënë që kjo ftesë nuk është për neve, e neve na interesoj të dim aspektin e gurthyesve, legal dhe ilegal, dhe ndikimi i tyre në vërshime. Kemi ftuar ose kemi dërguar ftesën edhe të Shërbimit Gjeologjik i Kosovës, por as ata nuk janë përgjigjur. Kështu që pra në aspektin e pyjeve dhe ndikimi në këto vërshime, kemi inxhinierin e pyjeve që mund të na thotë më shumë se çfarë ndikimi kanë patur në Kosovë, sidomos gjatë këtyre ditëve. Po, Behare, në fakt, përveç të gjithë faktorëve tjerë që veç po i dim edhe që janë stërthan kohëve të fundit sa i përket vërshimeve, to mos harru që gjithmonë në bazë vërshimeve po mduket pe kemi një vrull të madh të krejt të dhanave, informatave, daljeve në teren, e mandej po harrojmë që kanë qenë vërshimet edhe po ndalemi, nuk po bëjmë diçka ma shumë tutje, çka është pak fatkeqësi, sepse viteve tjera mund me na u përsërit prap. Edhe degradimi pyjeve, ose në këtë rast sa mundet me ndiku pyjet në aspektin pozitiv, po edhe në aspektin negativ në
vërshime, në erozion, në përmbytje, në gjitha këto është një prej faktorëve, ndoshta mund me thonë, ndër faktorët kryesorë, siç janë edhe faktorët e tjerë që do të përmenden ose që veç janë përmend. Struktura e pyllit është e përbërë me asisoje, saqë duhet patjetër me pas parasysh që nëse kishim pas një pyll të mirëfillt, nëse kishim pas menaxhim të mirëfillt të pyjeve dhe nëse kishim pas strukturën e mirëfillt të pyjeve, ne kishim pas shumë pak të rreshuna deri në sipërfaqen e tokës. E kisha shpjegu pak në pika të shkurtra. Po, desha të pyes për këtë strukturë. Pikrisht, po. Do me thonë, në momentin që ne kemi një strukturë të mirëfillt të pyllit, edhe në momentin që kemi një menaxhim të mirëfillt të pyjeve, që për fat të keq në Kosovë nuk e kemi, për fat të keq kemi një përqindje shumë të madhe të pyjeve të degraduara në Kosovë, e sidomos të pjesa e sipërme e lumejve, në momentin që kemi një strukturë të mirëfillt të pyjeve, ne kishim pas me pas shumë pak të rreshura dhe mandej të rreshurat zvoglohen ose ngadalësohen kur të hyjnë te sipërfaqet e lumejve, sidomos te ujërat nëntoksorë dhe te ujërat mbitoksorë. Pse? Sepse nëse marrim një strukturë pyjore, e shohim që pjesën e kurorëve e ka një ndër pjesën kryesore të parën që e ka. Aty statistikisht ose profesionalisht diku 20 deri në 30% ndalen të rreshurat ose mbesin në gjethe ose në degë të pyjeve, nëse kishte qenë struktura e mirëfillt. Mandej kemi pjesën e shkurrëve, që është pjesa më e vogël prap e pjesës strukturës kurorës, por pjesa më e vogël e disa prej llojeve të tjera të pyjeve, që prap e bën një ndalje tjetër të rreshjeve në momentin që bjen shiu, sidomos nëse bjen me intensitet pak më të madhe dhe milimetrat ose pjesa e rreshjeve është më e madhe. Mandej kemi pjesën e barishtave të pjesës poshtme të tokës, që edhe ajo e përthith këgjë mirë pjesën e ujit edhe nuk e lën me kalu direkt në ujëra nëntoksor edhe në derdhjet e lumejve, që kemi pas derdhje shumë të madhe dhe shtratet e lumejve kanë dalë prej, po mendoj lumi ka dalë prej shtratrave, uji ka dalë prej shumë shtrata të lumejve, edhe mandej kemi pjesën e humusit, që ne në profesionin tonë e njohim edhe si pjesa e sfungjerit, që përthith edhe një pjesë të madhe të ujit, që është dikun rreth 30%, që post kishte qenë strukturë mirëfillt, po flas prap, edhe po ta kishim pas menaxhimin e mirëfillt të pyjeve, pa degradim, pa prerje ilegale, pa zjarre, pa ato të gjitha të tjera degradime që i kemi, atëherë dikon edhe një 30% ish ndalte pjesa e humusit, ku përthithja për atë e quajmë sfungjer. Do me thonë sfungjeri është një pjesë e shpuzës që na e përthithim ujin. Edhe aty ish përthith edhe deri në 30% e ujit, që mandej pjesa e tjetër që jetë, infiltrohet edhe del në ujërat nëntoksore dhe kalon të lumejt. Tash, kjo bjen që një ndër faktorët kryesor është edhe degradimi i pyjeve të na, ose ndoshta menaxhimi jo i mirëfillt i pyjeve, pastrimet, rallimet, prerjet, pyllëzimet, shpyllëzimet e të gjitha ato që i kemi në profesionin ton, që mandej ndikon që vërshimet janë aq të mëdha, janë aq të shpejta, edhe mandej dalin prej rrjedhave edhe lumej dalin prej shtratit, që mandej e bën shumë të madhe damin që është bazë e vërshimeve shumë të mëdha. Pikrisht, do me thonë një ndër faktorët kryesor është pjesa e pyjeve, që kish mujt më nai parandalu këgjë mirë dhe kish mujt me thith një pjesës një përqindje shumë të madhe ose konsiderueshme sa i përket rreshjeve kur të binë në natyrë. Aspektin e pyjeve po e llogarit si një faktor ndër faktorët kryesor, po aspekti inxhinierik i ndërtimeve a është faktori kryesor sidomos në zona urbane? Sidomos në zona urbane, faktori inxhinierik ose keq urbanizimi ka ndikuar jashtëzakonisht shumë, jo vetëm tani këtu vërshimet e fundit, mirë po në vazhdimsi, të fillu prej vitit 2003-2004 kur kanë qenë flas periudhën e pas luftës, këtu vërshime më veç e kanë shpeshtësu, ose janë shumë atë shpeshta sësa në periudhat e para kësoj kohë. Dijet Kosova nuk është hera por që goditet nga këtu vërshimet. Vërshimet e mëdha kanë qenë vitet 79-80, pro ka qenë një përmbytje madhe, ku i gjithë teritori Kosovës, pa dallim pelgjer, ka pas përmbytjen më të mëdha që njihet si përmbytje e asoj periudhe. Mirë po që ka shumë rëndësi tash këtu përmbytjet, flasë vitet të fundit, janë shumë të shpeshta. Është muaj janar, ku realisht është dashur që të bie borë, po këtu ndryshimet klimatike kanë bërë veten, dhe kemi pas rreshtit të shivt, dikon për këtë 10 ditëshin, mesatarisht dikon rreth 150 mm shi kanë ra në mesatare në teritorin e Republikës Kosovës, sa do të thotë që është një sasi jashtëzakonisht e lartë. Po kjo ka ndiku për shkak shumë faktorëve, një prej faktorëve që përmend janë pyjet, po degradimi i pyjeve. Faktori tjetër ka qenë sepse toka ka qenë ngopne me ujë, dhe kur toka është ngopne me ujë,
uj vetëm lëvizë në sipërfaqe. Po sikur të kishin për shembull në inxhinierinë e ndërtimit të vendosura në pra urbanizmin edhe në përfshatra në qytete, sistemin e kullimit, a do të kishte pasoja të tilla tash pas këtyre rresheve? Pasojat mund të jenë, po jo të Ose tilla. vërshime? Këto janë problemi. Ne jemi për minimizu sa ma shumë këto vërshime. Janë fenomene që ndodhin edhe në vende tjera në Evropë, dihet mo, viteve të fundit, Zvicra një prej shteteve që s'ka pas vërshime, po pra një viti edhe ajo godet nga disa vërshime. Problemi tek ne qëndron sepse nuk kanë ai sasi aq shumë e lartë e këtyne të rreshtë, po damet janë shumë të mëdha. Dhe pikërisht këtu janë problemi i këtyne strukturave inxhinierike ose strukturave hidroteknike që nuk bon nga profesionist e fushës, qoftë rregullimi i lumejve, qoftë pjesa e rrjetit kanalizimit fekal aty atmosferik, qoftë pritat që janë të Se vendosura. kush i bën ato për shembull, në secilën komunë ka zyrtar dhe specialist, pra ka departamente drejtori adekuate në fushat e caktuara, qoftë edhe për restaurimin e lumenjeve. Apo Shumë mirë thatë, pra në realitet ishtë bën ato me një analizë, se cila strukturë duhet të ketë një disa parametra të plotësoj, nëse flasëm për sistemin e lumit duhet bëhet një analizë mirëfillt hidrologjike, që kanë shumë pak e kumë pa që u bënë për këto rregullime. Pika e dytë që janë shumë rëndësi, lumet mund jo të rregullohen këtë formë të kanaleve, se gjithë lumet i kemi kthy në formë të kanaleve, po të rregullohen me metoda që bënë shtetet më të zhvilluara, jo vetëm në Evropë, edhe larg kësaj. a duhet të betonizohen lumenjet siç janë bërë? Jo, absolut jo. Kush i ka lejuar këto? Po. Është një metodë që terminologjia e gjuhës angleze quhet nature-based solution, pra është Zgjidhje bazuar në natyrë, po. Ku përgjatë lumit ne krijojmë hapësina të caktuara ku rreshtet me intensitetin e vet mund të grumbullohen për një periudhë, po flasim një ditore, 2 ditore, sasia tjetër e lumit kalon atë pjesë dhe pas kalimit të saj gradualisht ajo sasi lëshohet në lum. Apo ajo sasi grumbullohet dhe cila rishfrytëzohet, sidomos për ujitjen e porçeve, për pastrimin e rrugëve, apo edhe gjatë periudhës së verës, kur edhe po kemi probleme me zjarre. Pra, zjarrfeks të shkojnë e marrin atë ujin dhe i shujnë zjarret kudo që ndodhen. Po, edhe një pyetje paraprakisht. E përmende përmbytjet e viteve 70-ta, që the ka qenë një përmbytje në tërë territorin e Kosovës. Në ato vite nuk ka pasur inxhinieri dhe ndërtimtari të tillë ose urbanizëm të tillë. Domethënë, na mund të themi që s'pas ka qenë ose nuk është krejtë ndërtimet, a mund të themi kështu? Në realitet, ndërtimet janë të rritë jashtëzakonisht shumë damin, qoftë në infrastrukturë, qoftë në damet prunë private e kështu me radhë. Problemi që në vitet e 80-ta, pra 79-80, ka ndodhur ajo përmbytja, konkretisht ka qenë muaj nëntor, që ka qenë në gjithë Kosova, po në atë kohë urbanizimi i pra popullsia nuk ka qenë sikur në vitet po flas 80-ta, pra ka qenë një urbanizim tjetër, ka qenë një betonizim tjetër i qytetit, kurse sot e kemi një betonizim krejt, unë tham ka herë, jo duke u bazu në shumë standarde, kemi shumë pak porçe, sepse kjo sasi i ujit duhet dikun të infiltrohet, duhet të mbush hapësinat e ujrave nëntoksore, që ne i quajmë akuifer. Pra, këta akuifer t'i shfrytëzojmë gjatë verës, dhe ne nëse nuk kemi t'i mbushum, nuk kemi ujë për t'i mbushum vazhdimsi, atëherë ne po kemi problemin e thatësirave gjatë periudhës së verës. Kjo është një prej atyne problemeve. Do të kthehemi, po. Se deshta mund të lidhë edhe një pikë, që kanë shumë rëndësi gjitha këto problematikat të vërshimeve, e tangenton paka shumë fakulteti inxhinierisë së ndërtimit, ku janë 4 departamente, unë vi nga departamenti hidroteknikës dhe inxhinierisë ambientit, mirë po i kemi edhe departamentin e konstruksioneve dhe departamentin e geodezisë. Këto 2 departamente e ndihmojnë këtë procesin që mos kemi të përsëritje atë shumë të vërshimeve. Si e ndihmojnë? Geodezia i bën matjet e sakta në terren dhe ne e bëjmë një analiza hidrologjike. Po ceshem tash sepse kam ftuar edhe një profesor të geodezisë dhe tha kjo nuk është punë për mua. Jo, ideja është që nuk është sepse bën matje në reliefit e këto. Po si fush kryesore i takon hidroteknikës dhe inxhinierisë ambientit. Po të lutem, po patjetër. Mirë, po geodezia dhe struktura, pra urat i bojnë departamenti konstruksioneve, dhe ato ura na po kemi problem. Nga njerë,
Po ata studentët që po diplomojnë prej universitetit, po i bëjnë këto gabime inxhinierike ose lëshime profesionale. Lutem. Po? Studentët nuk bëjnë gabime, apo profesorës bëjnë gabime, të është menaxhimi i dobët. E kom cek disa herë dhe takime ndërministrore, po dhe takime ndërshtetërore, që mu ka dashur në cek. Unë nuk e di që ka qytet në botë që vërshohet palum është Prishtina. Domthon Prishtina vërshohet palum. Kjo tregon që është menaxhu shumë keq, shumë dop. Kur bëhen planet urbanistike, duhen të thirrën të gjithë ekspertët, duke u nis nga eksperti apo nga zyrtari, një zyrtar, nga Instituti Hidrometeorologjik, me tregu sasinë e tresha mëna dite. Pastaj, nga një geograf, nga një geolog, duhet mi thirrë të gjithë ekspertë me ditë se ramja, topografia asoj zone, asoj lagje, si që kemi të rruga be, sa është të përfaqe asoj ramja dhe ku grumbullohet ata ujë. Dhe ai grumbullimi i ujit, ajo sasi e ujit ka do çka. Këto janë keq menaxhimet që kur bëhen planet urbanistike nëse bëhen. Dhe kjo ka ndodhur që në Prishtina që disa herë aja pjesë vërshohet palum. Për shembull vërshimi i Malishevës pse ka ndodhur? Vërshimi i Malishevës edhe shumë vendeve tjera tash në detaje do të hi. Faktikisht në aspektin sismik për marr. Por para se më në aspektin e gjeologjisë. Po, gjeologjisë, sismik edhe para se më fut këto janë për ato që e tha zonja këto, që faktori kryesor i vërshimeve dhe stopimit të vërshimeve është pëllëzimi. Faktori kryesor edhe në aspektin sismik. Arsye, për spjegoj pak nëse ka mundësi. Tërmetet kur godasin, pa mor parasysh edhe tërmetet e forta që janë jashtë territorit të Kosovës. Bëhet përhapja e valve sismike, 3 valve sismike. Në një distancë 4-500 km vohet nga forca e tërmetit. Siç kemi pas rastin e tërmetit të Durrësit, që shpërndarja e valve sismike ka shku duke në afër 400 km. Dhe përhapja e valve sismike në meset gjeologjike, dherat i ndryll dhe i zgjeron, dherat. Shkëmbit, ju krijon qarje dhe mikroqarje, që i pregadit që kur ka të reshra, sasi të reshrave më ardhet e shembja, rrëzimi, rrjedhja, rrshitja dhe vërshimet. Dhe këto shembje, rrjedhje, rrshitje, faktikisht depozitohen dikon gjatë rrugtimit, gjatë rrjedhjes, dhe mundsojnë më ardhë dhe të ngrisin nivelin, dhe mundsojnë më ardhë dhe të aja gjendje që del nga shtrati lumi me atë sasi të ujit. Dhe pse thamë që pëllëzimi është faktori kryesor, sepse vala sismike, kur futet në zonat me pëllëzim, është vetëm pozitive. Arsye pse krijon qarje dhe mikroqarje, jep mundësi ujit të futet në rroj sa më shpejt, që rrojt zhvillohen edhe më shumë, e kapin një shtresë edhe më të madhe që mos më ardhë deri te rrshitjet. Dhe ato qarje dhe mikroqarje japin mundësi që e thithin një pjesë të ujit, edhe si që spjegoj kolegja këto, po edhe pjesën tjetër bëhet kollimi i ujit me një periudhë gjatë 2 javë ose 3 javë që nuk e lejon më ardhje të vërshimit. Kjo që mundoha me spjegu në atë aspektin sismik se çfarë rëndësie ka zonat të pëllëzuara. Para se të kalojmë të zonja Saliu, edhe një pyetje që mos largohemi sepse gurthyesit besoj pra ka një efekt në shpëllëzim. Edhe ne dim që ka gurthyes ilegal dhe legal, prandaj edhe i ftova nga Komisioni i Pavarur për Minjera Minerale të flasin për gurthyesit, por edhe për separacionet gjithashtu. Unë në fillim e ceka proceset endogjene që janë në brendin e tokës. Po duhet të flasim me gjuhë të thjeshtë, lutem. Po flas. Po tash thash edhe proceset egzogjene nga natyra, që janë energjia e diellit, treshrat, erozioni, depozitimet e aty në erozione në për lumej, ka rrjedha lumeve. Dhe procese egzogjene janë edhe faktori njeri. Domthonë nga gurthys, nga minimet që krijojnë qarje dhe mikroqarje. Ashtu që krijojnë një tërmet qarje dhe mikroqarje, sidomos për zonën e ngushtë ku vepron gurthysi faktikisht krijon qarje dhe mikroqarje. Dhe çka është shumë e rëndësishme në aspektin e vërshimeve, sepse ato qarje dhe mikroqarje janë të kundërta me qarjet dhe mikroqarjet e natyrës që ka kriju tërmeti. Dhe faktikisht jep një drejtim këtë kundërt të rrjedhjes së ujit nën toksor me qarjet që i ka në drejtim të
rrjedhës kryesore që faktikisht rrjedh lumi dhe e kalon territorin e Kosovës. Dhe kjo dikon drejt për drejt një proces kompleks të lëvizjes së ujit duke ja mundësu me orë drejt të vërshimit. Domthonë nuk i jap mundësi kanalizimit të ujit në rrjedhën që ekzistuese, po krijon disa çore dhe mikroçore dhe ndryshon drejtimin e kullimit apo lëvizjes së ujit nën toksonin e drejtimit të ndryshme që çon këtë tjetër ka ujin derisa të vjen te lumi kryesor. Dhe kjo vjen ditë e vërshimit. Vërshimet vinë. Tha profesori, ka pas vërshimet vitin 79-80. Po ato vërshime, për marrë shembull, rrafshin e Kosovës. Ju lutem, të marrë shembull. Në ato vërshime, faktikisht ka pas vërshime. Një pjesë të vushtrisë e ka pat vërshu atë kohë, pjesë shtëpi që janë ndërtu nga lumit Sitnica. Pa leje. Dhe pjesa tjetër, prej vushtrisë Mitrovic, asë një shtëpi nuk ka qenë ato fusha. Rrafshin e Kosovës për flasë. Fushat Mitrovic, vushtër Mitrovic. Sot e ki të banume të tërën, që aja gati çdo 5 vite, 6 vite vërshohet. Dhe tash, përgjes kush janë? Përgjes janë zërtarët që menaxhojnë me atë zonë ose me komunën, që duhet me stopu me thonë, ndalë, ndërtimit, se unë nuk kam buxhet çdo vjet me të kompenzu. Këtu nuk ndërtohet, përpara ka qenë, e pa mundshme me ndërtu, s'ka ndonjë leje me ndërtu, sepse u konë rrezikshëm për vërshime, sot është ndërtu nga të lumeve. Ju lutem, kur ndërtohet një shtëpi nga të lumet, ajo ka më vërshu çdo vjet. Zotnia, qytetari çdo vjet ka me lyp kompenzim. Edhe nuk është vetëm të kompenzimi, por edhe të siguria dhe aspekti i jetës. Shumë e vërtetë, se spari duhet me folë për çështën sigurinë e jetës së qytetarit. Dhe rrezikohet, fillimisht rrezikohet jeta e qytetarit, pastaj edhe dëmet ekonomike janë diçka shumë të mëdha. Dhe ne këtë duhet të marrim masa duhet vetë shteti, vetë nga krerët e shtetit. Cili shtet zoti Mustafa kur këta njerëz janë institucione? Të pak, edhe unë jam institucion, edhe unë punoj në institucione. E kom ngrish zërin qysh nga 2005, ta prej që jam që dhe heqë rrjeti seizmik të Kosovës. E kam ngrish zërin që ndërtimet, në aspektin ndërtimet dhe në aspektin seizmik, janë do kritere. Sot projektohet, unë nuk e di se qysh projektohet. Sa futet komponenta seizmikës në ato projektime. Dikush thirret në Euro kod 8, po a i aplikon, as i aplikon nuk e di. Dikush thirret në kodet vjetra, dikush thirret disa norma, faktikisht nuk ka tamam një kriter që duhet më thirën qatë kriter bazuar në aspektin edhe rreziku seizmik. Kjo neve është duke na përcjell të pyete kush duhet më merr me këtë çështje. Duhet më merr organet kompetente. Tash, në cilat janë ato? Për ndërtesat të rëndësisë veçantë, përgjegjësia është niveli qendror. Për ndërtesat banimit e këtu, përgjithësia është të komunat nivelli lokal. Përgjithësinë e kanë tha. Nivelli qendror nuk e ka përgjithësinë, por një ndërtesë u bën në Vërtri ose në Mitrovic, ose në Prishtinë ose në Kaçanik. Përgjithësinë e kanë komplet. Nivelli lokal. Faleminderit shumë. Jo, këto janë absolutisht shumë të rëndësishme, por edhe për ju, zonja Salihu, pra separacionet gurthysit, çfarë pasojash fillimisht kanë krijuar tek pyjet, tek bjeshkët, sepse ato kanë qarë bjeshk, kanë nxjerr gur, e më pas edhe te vërshimet. Në fakt po, Behare, na peshojmë gjatë diskutimit sot, edhe unë gjithmonë vazhdoj me potencu, nuk është te formin profesional, por është ajo që po duam ju tregu gjithmonë qytetarëve dhe sidomos vendimarrësve sa janë me rëndësi pyjet. Për fat të keq ne në Kosovë nuk e kemi pas asnjëherë fokusin te pyjet edhe te sektori i pylltarisë. Qoftë prej qytetarëve të thjesht, prej banorëve që jetojnë afër pyjeve ose qoftë edhe larg, por edhe prej vendimarrësve, institucioneve si qendrore ashtu edhe lokale. Për fat të keq, ne kemi rreth 45% me pyje në territorin e Republikës së Kosovës, çka një shtet tjetër ta kish pas. Ai kemi akoma sepse ka shumë prerje? Po, ato janë tash pyjet të degraduara apo jo, ajo është tjetër temë, po mendoj me pyjet të përfshime kemi rreth 50% të territorit të Republikës së Kosovës, edhe kemi pa shpesh sa është i interesuar në këtë rast institucionet të interesuara në gjuhën gramatikore, sa janë institucionet të interesuara për këto pyje. E para nuk ka pas asnjëherë buxhet të mirëfell sa i përket sektorit të pylltarisë, të e përfshi për shembull pylltari dhe bujqësi, nëse bujqësia e ka dikon rreth 50 e diçka % buxhetin vjetor, pylltaria e ka veç 2-3.
Edhe plus ato janë dy fushat të ndryshme, pse do duhet të ishte me një ndërshta? Pikrisht, do me thonë 45% e patëm pyje, do me thonë rreth 50% pyje, e dyta është kuadër deficitar që ishtë dasht me qenë edhe mbështetje edhe të inxinjerave që punojnë në sektorin e pyjeve, edhe sa ma shumë me josh ose me inxit studentat me studiu për pyje, sepse kemi shumë nevoj që ta kthejmë pyllin në gjendjen që shka qenë. Për fat të keq, në Kosovë kemi degradim të madh të pyjeve, qoftë prej faktorit njeri, jo qoftë prej faktorit njeri që zdikon rreth 20%, së pari edhe kryesorja është për faktorit njeri, mandje edhe prej shumë faktorëve të tjerë qoftë. Po gurthyesit për shembull që të përmenda? Gurthyesit, marrja e zhavorit, ato e kanë shkatru kohë shumë pjesën e pyjeve, sidomos në sipërfaqe ku ka pas pyje. Ne kemi pas raste që është dhënë leja e një gurthyesit në sipërfaqe pyjore, në atë pjesë pylli që ka qenë një pyll shumë i mirë, një pyll i lartë, një pyll që ndoshta ata lloj të drujve i shkëndash me i prit 150 vjet me u rrit, 120 vjet rritja e tyre, po mendoj rritja e qati llojit të dronit, ne kemi dhënë lejen edhe i kemi një gurthys edhe kemi shkatru komplet atë pjesë. Qoftë pjesën e sipërfaqes që shihet, qoftë pjesën e poshtme që e përmeni edhe profesori, që është kjo pjesa e rrënjeve. Sa janë më rëndësi pyjet edhe sa është më rëndësi sistemi si prej tokës e përpjeqje shomi gjethet, oksigjeni, ajri, uji, filtrimi, gjitha ato, është më rëndësi edhe pjesa e rrënjeve, se sepse sistemi rrënjor, da njëherë shkon, jo nga njëherë, por shumë shpesh shkon saj kemi drunin e kemi edhe poshtë, po sisteme rrënjësore të ndryshme, horizontale dhe vertikale, që edhe ato ndikojnë shumë mirë dhe marrjen në të erozioni. Pse për shembull gjithmonë rekomandohet ku ka erozion mbjellëdroj. Ku ka vërshime mbjellëdroj. Ku kemi më shumë erozion në Kosovë, për shembull? Cila është zona më shumë erozive? Rreth autostradave kemi kohë shumë pjesë të rrëshqitjeve, pasi që kemi kalu me, ose nuk kemi në Kosovë ndoshta të përfshime gjithë teritorin me autostrad, po edhe me rrugë të regionale cilat janë, kemi shpesh rrëshqitjet dhe jot, po ku bën mas shumë të dame, ban aty ku kemi edhe pjesën e urbanizmit. Për shembull rrëshqitja e dhejut me një pjesë të një nalësie mbidetare më të madhe, nuk e ban dam, po nuk ban edhe ashtu aq shumë dam, pasi që rrëshqitja dhejut është në pikërisht në pjesën e mbulueshmërisë ose në pjesën e pyjeve. Kurse te pjesa ku bëhet më shumë dam, bëhet ku kemi për shembull edhe pyje, po mendoj ndërtime e gjitha këto. E sa na kemi për shembull këtë fokus ose interesimin e rëndësisë madhe pyjeve, e kemi në çdo raste që nuk marrim për bazë krejt ato. E përmendëm pjesën e urbanizmin që po du me u lidh, vetëm nëse i kishim implementu ligjet në fuqi, strategjit edhe krejt që i kemi pjesën teorike të dokumentacioneve që i kemi në për institucionet tona, se këshim pas Prishtinën në këtë rast, në këtë lloj të ndërtimeve të egra urbane që ndoshta shitën edhe është e me rëndësisë veçantë krejt, po ne për shembull me dokumentacion e kemi 60 me 40%. Cila prej ndërtesave në Prishtinë, po edhe në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës për hat të keq, e ka implementu rregullin 60-40. 40% është ndërtim, 60% du të me qenë gjel brem. Do me thonë, ne me një ndërtes i kemi 2-3 pishat vogla të mbjelluna të cilat hala pa fillu banorët me banu thohen, edhe do me thonë që sa është ndikimi edhe sa na për monitorojmë edhe sa për shumë rëndësin e mbjelljes ose ku e kemi këtu profesorin e inxhinierisë ndërtimit, sidomos për ato zonat erozive ku janë, të rrezikshme për ndërtim. A mund ta thjeshtësojmë një gjuhë, sepse unë e di për aftësitë që i keni secili për jush, por të flasim me një gjuhë shumë thjeshtë që ta kuptoj qytetari edhe ta merr atë presion të kuptoj në çfarë situate jo sigurie janë duke jetuar në banesat e tyre afër lumenjeve në qytet ose kudo tjetër. Po filloj kështu, fillimisht Kosova akoma nuk e ka një sistem të mirëfillt para lajmërimit të hershëm. Çka quhet ai sistem? Ne në fakultetin tonë bashkëpunim me 2 universitete, Universitetin e Vjenës dhe Universitetin e Selanikit, kemi bën një përpjekje për me paraqit situatën me kur kemi rreshje shumë të mëdha, të cilat automatikisht kishin me ndiku në rajone të caktuara, supozojmë zona urbane apo edhe zona rurale. Kjo është përgjegjësi konkretisht e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, të cilin duhet me mbështet për me pas këtë sistem të paralajmërimit. Çfarë do të thotë ky sistem i paralajmërimit? Vërshimit kanë ndodhur në disa komuna, fillimisht kanë qenë më të goditura, siç është komuna Malisheves, komuna e Drenasit, e Skenderajit, e Klinës, e Ravecit e kështu me radhë, dhe për ato zona me qytetarët mi njoftu që ti largojnë të mirat materiale nga lokalet e tyne, po supozojmë jënë përmbyt qendra tregtare, kështu me radhë. Si do duhet të ishte ai sistem? Ai sistem në realitet komunikon me vëzhgimin
rrëth teritorit Kosovës, duke i marrë parametrat meteorologjik dhe hidrologjik, dhe futet në kalkulimet të mirëfillta, të cilat me një saktësi, po thamë, 90-95%, e determinan sasin e përmbytjeve në zonat të caktume. Në ato zona i paralajmëron qytetarët, ju dërgon mesazh, qoftë në telefon, qoftë zyrtarëve komunal, se cila komuni ka zyrtar komunal ose departamentet për emergjenca, dhe këto departamente i njoftojnë zona, dalin para se filloj përmbytja. Hapi dytë që duhet më ndërmerë, këpyllëzimi, hapi tretë, një urbanizim maj mirë. Hapi katër, pra rregullimi lumejve, ju në këtë formë që shqim të i bo, se ne pëzidhëm një problem për një zonë caktune. Pra për bojmë me beton, për rritëm shpejtësinë e ujtë, po poshtë po bojmë damet më dha, dhe kërkush nuk po merret. Hapi 4, ju e përmend erozionin ose eksploatimin e rrërës së zhavorit. Për pos gurthyesve, një problem shumë i madh në segmentin nga ura Kramoviku deri ura Gjone. Gjithë ata banor rreth shtratit Lumi Drini Bardh, tokën e vet e kanë keq shfrytzu, pra e kanë dhënë me qira për nxjerrjen e zhavorit. Dhe pikërisht në atë zonë, e gjithë zona ka qenë e përmbytne. Pra Lumi nuk e ka më atë shtrat si që ka pas, po ka krejt një shtrat tjetër. A mund të rikthehet ndonjëherë? Mund të rikthehet, po duhet fillimisht bëhet një studim i mirëfillt. Jo vetëm ta bëjmë. Çfarë do të thonë studimi i mirëfillt? Çka duhet të bëjmë? Studimi analiza hidrologjike. Me pas sa sendiment kemi largu në ato zona, cili do jetë shtrati, këto përmbytje që po ndodhin, si ti sistemojmë e kështu me radhë. Dhe atë sasi të ujtë analëm në pjesën e sipërme të lumit. Jo të na arri e gjitha e sasi që i bjen, po supozojmë, në bjeshket e nemna, me në hera e sasi për një periudhë, po thujmë, 5 minuta, 10 minuta të vijë në qytet. Kjo nuk do të ndodhë, pra të ndalet atje, me pëllëzim, me kështë me radhë. Një problem tjetër që do të mu përmena kombinimi i kanalizimit fekal me ato atmosferik. Pik tjetër, pra, që janë shumë rëndësi këto ujna të shivë të grumbullohen dhe të rishfrytëzohen për sezonën e verës, dhe që ka shumë rëndësi edhe ndërtimi i digave, akumulime. Nga na si shtet, qysh vitet të 10-ta, kur përfundu diga i monit, nuk kemë një akumulim t'il të ndërtuar. Ka patur, do më thonë, një proces prej Ministrisë së Mjedisit. Megjithatë ka reagime prej aktivistëve të mjedisit ose ekspertëve të mjedisit se ndërtimi i digave mund të ndikojë tek biodiverziteti ose humbja. Pyetje interesante, mirë po ne atë rrim pa ujë, atë përmbytëm çdo vit, apo t'i zgjidhëm këto probleme. Kushte elementare. Sot ne rajonet caktune, rajoni i Ferizajt, rajoni i Gjilanit, i Kamenicës e shumë rajone tjera, gjatë sezonës verës nuk kanë sasi të mjaftueshme të ujit. Dhe kompanitë rajonale të ujit janë me një problem qysh mi furnizu qytetarët 24 orë. Nuk kanë mundësi mi furnizu 24 orë, sepse nuk kanë kapacitetin, nuk kanë resurse. Problem tjetër është se në kompani ka jashtëzakonisht humbjet mëdha të ujit, rrjet, pra kur po thojmë humbjet mëdha, për mu humbjet mëdha janë mbi 50%. Dhe janë dokumentuar të tilla me 60%, madje, ka të dhëna faktike. Pikërisht, pra, në moment kur e kalon 50% që është pik alarmante, ku duhet merrem gjithë me atë problem. Dhe i kanë kalu 60% me raportet e zyres për tarifa autoritetit rregullativ të ujit, pra. Ku krejt kompanitë raportojnë dhe në atë raportim raportojnë edhe humbjet, pra. Sësa janë humbjet për humbjet komerciale janë shumë të mëdha, ka shi nevojës për shembull për menaxhime dhe për ujë të pijes në krejt këto kompanitë regionale. Pikërisht kjo menaxhimi është diçka shumë më e vlefshme se ne shumë objekte dhe i ndërtojmë fillimisht po tham mirë, në rregull, po pastaj operimi dhe mirëmbajtja me to është po aq e rëndësishme sa është ndërtimi. Po. Në fakt, që ka dashta pak më lidh me profesorin, se përmendëm këtë pjesën e ambientalistave dhe kësaj çështjes pro dhe kundër digave, dashta pak ndoshta prej mendimit tim ose prej çështjes së organizatës mjedisore prej cilës vije dhe cilën e udhëheqi, ndoshta veç pak me spjegu çështjen e digave në Kosovë. Po më duket pak po keq kuptohet edhe po keq interpretohet pjesa e ndërtimit një digës mirëfillt ose edhe jo. Ne për shembull në organizatën tonë, në studimet e fundit që kemi pasur, kemi bërë për herë të parë identifikimin e të gjitha barierave dhe digave në lumin Drini, në pellgun e lumit Drini i Bardh, bashkë me të gjitha degët që e përfshin Klinën, Istogun, Pejën, Deçanin, Junikun
Gjakovën dhe gjitha qytetet e tjera të cilat lidhen me degët e saj. Edhe gjatë ati studimi ne kemi mendu si pas disa informatave të mahershme që janë dikun rreth 60 ose 70 barjera. Në pellgun e lumit Drini Bardh me të gjitha këto degë neve na kanë dalë 145 barjera, 80 prej tyne të dëmtuara dhe të pashfrytzuara. Do me thonë, në momentin që ekspertët e çështjes, hidrolog ose ekspertët e tillë ose njëra prej komunave që kanë një problem të tillë, vendosin edhe kanë parasysh që aty duhet të ndërtohet një digë e mirëfillt me të gjitha standardet, tu marrë parasysh përfshirjen e lëvizjes së ujit të lirë, mandej 80%, 90%, sa hyn gypa, sa del ujë mbledhësit, kapërderdhësit, gjitha ato që kanë baj, që profesori besoj që e din ma mirë që ishin profesionale, sepse kemi bashkëpunu njërën prej projekteve tona dhe e di studimin e tij sa i përket kësaj çështje. Ato nëse është një qëllimi mirëfillt, qoftë për ujë pijes, qoftë për grumbullim të ujit, qoftë për ujitje, qoftë për gjitha ato tilla, diga duhet të ndërtohet. Po jo diga të cilat nuk kanë asnjë qëllim, që janë barjera të vogla të cilat shpesh nuk e dim as kush i ka ndërtu, të cilat janë ilegale, pas një leje mjedisore, pas një studim paraprak të mirëfillt, edhe për momentin veç pengojnë rrjedhën e lumit, që disa prej tyne kanë shkaktuar edhe vërshime kohëve të fundit, sepse në një pjesë të lumit të konsiderueshëm ose një ndër lumet kryesor që i kemi 145 barjera, 80 prej tyne të dëmtume, atëherë ne duhet me pas edhe një lloj strategjie të mirëfillt kombëtare, qysh me i hjek ato, me kthy gjendjen e lumit të mëhershme edhe me liru lumin prej atyne ka raste që e kemi veç një pjesë betonit, veç një copë betonit që ka mbet, po për fat të keq nuk ka ardhur deri ajo me ardh, domethënë edhe kur mu kanë kërku për organizatës time ose prej donatorëve Open River Program që e kemi disa vite këto donator, kur mu ka kërku një studim ose një informat sa kemi ne barjerat të panevojshme, nuk kam pas kërkun informat. Nuk ka informat as në institucionin qendror, as në institucionet lokale. Edhe kur e kemi bane këtë studim, që veç është krejt në fond edhe kemi me publiku edhe kemi me dorëzu të institucionet, unë e kërkoj për tyne që me pa cila është diga e mirëfillt që neve na duhet pa tjetër edhe që është një e mirë kombëtare, qoftë njerëzore, qoftë, edhe pa tjetër që digat e mirëfillta nuk e pengojnë biodiversitetin. Edhe peshkur me kalu poshtë nalë, sepse e kam pjesën edhe të kalimit të peshqve dhe gjitha ato, po jo të digat të cilat janë pa asnjë qëllim. Behare ka më të dërgu disa fotografi nëse mundësh. Emision tjetër do të bëjmë. Faktikisht kam gjithë gjithmonë veçenie artificiale, duke ditë se ku jetojmë, cilën territor jetojmë, lumet e Kosovës ikën shpejt, te ne nuk pranojmë lumë nga asnjë shtet, po ne japim ujë shteteve tjera, dhe kjo ka qenë arsyeja që kam kërku se sa ma shumë diga për akumulimin e ujit, për shkak se Kosova nuk ka ujë të mjaftueshëm për këta banorë që jemi duke jetu në Kosovë. Arsyen, nuk është vetëm rrjedha, po është edhe rrjedha nëntoksore. Shtresa kuaternare është shumë e cektë. Do të thotë, edhe rezervoart nëntoksori kemi shumë cektë. Domthonë, na nuk kemi rezervoar shumë të mëdhej ose shtresa kuaternare është shumë e cektë, kështu që ne si territor kemi pak ujë. Kjo është arsyeja që ne duhet sa më shumë diga, ashtu të studiohet vendi ku ndërtohet diga, sepse diga krijon edhe tërmete të vogla dhe tërmete mesatare, që duhet me bërë një studim të mirëfillt dhe të vendoset diga dhe të kemi ujë të mjaftueshëm që ndikon edhe pozitivisht edhe në vërshime. Kur i kanë planifikuar Ministria e Mjedisit të digat, e di që i ka 4 diga, a është konsultuar aspektin sismik për shembull? Po, kam qenë i ftuar. Kam qenë i ftuar ato takime, po. Ose për shembull që tash po përmendet pjesa e digave që për shembull diga e Malishevës, asnjë qëllim nuk e ka, asnjë shfrytëzim të tillë. Diga e Malishevës nuk është institucionit, është private. Jo, në fakt jo, është në kuadër të komunës. Është në kuadër të komunës, po nuk ka asnjë qëllim. Kush e ka ndërtuar? Tash po mendoj këto mas shumti që pat dalje në teren, kem pikrisht ajo dig. A ne ju kemi tregu shumë ma herët edhe komunës, edhe institucioneve që ajo dig nuk është e mirëfillt, nuk është e mirë edhe është rrezikshme. Do të flasim për diga, kretë në fund, po në fund. Kretë në fund, pro pyetja është trua, duhet më ndërtu çdo njeri që e pyet, a rrim pa ujë, a të ndërtojmë. Ne kemi 2 opsione. O të rrim pa ujë, o të kemi probleme me vërshime, o të ndërtojmë. Për morëm rastin më konkret, liçenin e Ujmonit, pra digën e Ujmonit, e cila në akt terrorist që ndodhi, sikur të kish pas atë efektin që kanë planifiku grupi terrorist, e gjithë Kosova do ngelte pa energji elektrike, sepse gjitha ujë e furnizon korporatën elektroenergjetike,
qytetet tona pa ujë, që shë Mitrovica, Voshtreja, Skenderaj. Pra, arteret kryesore një shtetit, me një akt terrorist, ja ku im. Si kur të mos ishte ajo, që ka do benim ne? Pra, kjo është problemi që dhëtë më theksu. Dhëtë më ndërtuën, si pas standartëv botnore, është organizata për digat larta, komiteti digat larta i koll, i cili e kategorizon, po shumë mirë që po dojmë me bo një emision, që për digën për Mirushën, që për diga tjera, sepse ne kemi edhe një dig, që është diga e Livojqit, e cila nuk ka asë një shfrytëzim. Mos flasim më për diga, sepse po kalojmë, po besim copa po lidhen me vërshime. Po ideja është sepse diga e re që po planifikohet, diga e Kuqicës, aja kish me nalë, sasin e madhe të ujtë, për mos me orë në qytet. Pro kjo një prej qëllimeve kryesore është aja. Mos të harrojmë para 3 vite në Skanderaj, 12 milion ka qenë domi për mbytje. Si kur ajo dik të ishte ndërtuar, po jo vetëm para 3 vite, po edhe shumë më heret. Pro domet e kalojnë vlerën ofër 30 milion euro. Dhe kjo dik po kushtoj ka parafërsisht 40, pro ne deri me tani e kishëm zvoglu domin ose s'kish pas dome fare. Ju falenderoj shumë. Vërtet kënaqësi të dëgjoja me këto argumentime profesionale dhe me ekspertizë, kështu që kënaqësi e madhe për t'ju kem edhe herave të tjera në studio. Faleminderit Behare. Faleminderit. Kënaqësi. Ne po e përmbyllim emisionin këtu, por në fund e kemi edhe një kronik që e kemi dedikuar për 10 vitet të fundit vërshimet që kanë ndodhur në Kosovë, pa i përfshirë edhe ato pra me dekada të tjera ose të tëra. Vetëm në 10 vite, çdo vit kemi patur vërshime, çdo vit kemi patur dëme. Janë përsëritur ato, e lërë më tash që po vazhdojnë pra vërshimet 2 herë në vit, 2016 madje edhe 3 herë. Kështu që të njëjtën tjetër, ne do të flasim në një aspekt tjetër të vërshimeve, siç janë mbeturinat. Faleminderit, e takohemi të njëjtën ardhshme. Kosova në 10 vite vërshime. Në Kosovë, vërshimet janë një fenomen i përsëritur, sidomos në periudha të rreshjeve të dendura ose gjatë shkrirjes së borës, bazuar në të dhëna faktike. Në vitin 2016, me vërshime të mëdha u regjistrua në janar, mars dhe nëntor, kryesisht për shkak të rreshjeve të mëdha dhe mungesës së infrastrukturës për menaxhimin e ujit. Në vitin 2020, gjatë gushtit disa lumenje dolen nga shtrati. Në vitin 2021, vërshimet u regjistruar në janar dhe korrik, kryesisht në zonat e ulëta dhe pranë lumenjave. Në vitin 2022, në shtator, disa zona përjetuan vërshime lokale, ndërsa në vitin 2023, në janar dhe në mars, pati vërshime për shkak të rreshjeve të dendura të borës dhe shkrirjes së shpejtë. Pra, në dekadën e fundit, vërshimet në Kosovë kanë ndodhur të paktën disa herë çdo vit, zakonisht në dimër dhe në verë, kur rreshjet janë më intenzive. Shumë prej këtyre vërshimeve janë të lokalizuara dhe ndikojnë më shumë në zonat ku infrastruktura ujore, siç janë kanalet, edhe të tjera janë të pamjaftueshme ose lumenjet janë të ngushtë. Por përkundër faktit se në vendin tonë ka patur vërshime të përsëritura, institucionet nuk kanë marrë masa as parandaluese ku ndikon aspekti njerëzor, por pikërisht në thelb, njeriu përkeqësoi rrezikun e vërshimeve përmes urbanizimit të pakontrolluar, shpyllëzimit, ndërtimeve mbi dhe pranë lumenjeve, menaxhimit të dobët të ujrave dhe ndotjes. Nga ana tjetër, planifikimi i kujdesshëm, digat, qytetet sfungjer dhe rinatyrore mund të zvogëlojnë shumë rrezikun. Por me vendime jo ligjore apo edhe me mosveprime institucionale u lejuan vërshimet të ndodhin edhe të tejkalojnë ato natyrore. Por cilat janë këto ndikime njerëzore në vërshime? Ndërtime dhe urbanizmi. Zgjerimi i qyteteve dhe ndërtime mbi lumenje apo pranë tyre dhe fushat e përmbytjes ku rritën rrezikun e vërshimeve. Sipërfaqet e betonit dhe asfaltit janë të papërshkueshme, prandaj uji nuk dëpërton në tokë, duke shkaktuar rrjedhë sipërfaqësore më të madhe dhe duke rritur mundësinë e përmbytjes. Rrugët dhe ndërtimet që bllokuan rrjedhë natyrale të lumenjeve, ato krijojnë bllokime dhe përmbytje lokale. Menaxhimi i ujrave. Kanalizime dhe drenazhimet apo sistemet e kullimit të pamjaftueshme ose të bllokuara rritë rrezikun e përmbytjeve urbane.
Prania apo mungesa digave dhe argjinaturave ndikuan drejt për drejt në kontrollin e lumenjave. Zhvillimi i pyjeve dhe zonave natyrore që thithin ujin është i reduktuar, duke ulur kapacitetin natyror për të absorbuar rreshjet. Ndryshimi i përdorimit të tokës. Shfrytëzimi i tepruar i tokës për bujqësi intenzive ose prerja e pyjeve dhe barit natyror zvogëlon kapacitetin mbajtjes së tokës, duke bërë që uji të rrjedhë më shpejt dhe të shkaktojë vërshime. Kanalizimet e pakontrolluara për tharjen e tokave për bujqësi mund të përkeqësojnë gjithashtu situatën. Ndikimi i ndotjes. Lumenjet dhe kanalet të bllokuara me mbeturina, plastika ose inerte nuk e lejojnë ujin të rrjedhë lirshëm. Ndërtimet ilegale në fusha përmbytëse mund të bllokojë rrjedhje natyrale dhe të krijojë vërshime të papritura. Pra lista vërshimeve kryesore në Kosovë gjatë dekadës së fundit dhe mëtej, sipas të dhënave të disponueshme është 2010. Vërshime të shkaktuara nga rreshje të dendura, që preku disa komuna përfshirë Prishtinën, Kamenicën, Vitin, Gjakovën, Dragashën dhe Skenderajin. 2011-2012. Ka pasur vërshime lokale në Kosovë, kryesisht të lidhura me rreshjet intenzive dhe shkrirjen e borës. 2013. Me 15 mars 2013, rreshjet e forta shkaktuan përmbytje në zonat si Peja, Gjakova, Deçani, Zubin Botoku, Leposaviqi, Klina dhe Skenderaj. 2014. U raportua për vërshime në disa zona të Kosovës për shkak të rreshjeve të dendura. Ekzistojnë të dhëna zyrtare hidrologjike dhe raportime që tregojnë se në pranverë të këtij viti ndodhen vërshime për shkak të rreshjeve dhe shkrirjes së borës, sidomos në pellgun lumor të Ibrit dhe Moravës së Binqës. 2016. Në janar, shiu i vazhdueshëm dhe shkrirja e borës shkaktuan përmbytje në Malishev, Suharik, Rahovec, Kamenic, Lipjan, Shtime, Drenas dhe Prizren. Mars 2016 po ashtu, përmbytje serioze në Pej, Prizren, Skenderaj, Drenas dhe Lipjan u shpall gjendje emergjente në Pej. Po në atë vit, nëntor 2016, vërshime të tjera materiale dhe pengesa në transport. 2020. Gusht. Pas paralajmërimeve për vërshime, rreshjet intenzive provokuan përmbytje në rrugë dhe zona urbane siç është Prishtina dhe Podujeva. 2021. Janar. Ditë të rreshura, me ujin që nxori lumenjet jashtë shtratit, duke ndikuar qasjen e zonat rurale dhe infrastrukturën lokale. 2022. 20-22 nëntor 2022, rreshjet shkaktuan përmbytje në pothuajse të gjitha komunat e Kosovës, Fushë Kosovë, Drenas, Mitrovic dhe Pej. Urat u dëmtuan gjithashtu. 2023. Janar. Përmbytjet goditën 1253 shtëpi, 214 biznese dhe 582 parcela bujqësore, duke shkaktuar rreth 23.5 milion euro dëme. Vërshime në Skenderaj, Mitrovic, Podujev, Istok dhe Klin si pasojë e të rreshurave. 2026. Rreshje shumë të dendura që shkaktuan përmbytje në shumë komuna, përfshirë Gjakovën, Jonikun, Deçanin, Malishevën, Rahovecin, Klinën, Skenderajin dhe Drenasin. Në disa zona u shpalla dhe gjendja emergjente. Sa herë ka pasur përmbytje në Kosovë? Në bazë të këtyre të dhënave, Kosova ka përjetuar përmbytje të dukshme të regjistruara të paktën në këto vite: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, në 2016 3 herë gjatë vitit pati vërshime, në vitin 2020, 2021, 2022, 2023 dhe në janar të 2026. Pra të dokumentuara qartë janë të paktën rreth 10 raste të mëdha të vërshimeve në vitet e fundit, ndërsa shumë më tepër raste lokale mund të ndodhin çdo vit me rreshje intenzive. Pritet që dekadat e ardhshme të shohin një rrezik më të lartë nga vërshimet dhe dëme më të mëdha ekonomike. Me masat e duhura mund të reduktojmë mundësinë e ndodhjes së tyre dhe kufizime në ndikimin e tyre. Menaxhimi integruar i rrezikut nga vërshimet duhet të përqendrohet në menaxhimin e qëndrueshme të ujit dhe në masat që forcojnë qëndrueshmërinë e natyrës dhe të shoqërisë ndaj ngjarjeve ekstreme klimatike. Menaxhimi i rrezikut nga vërshimet mund të shkojë paralelisht me mbrojtjen dhe restaurimin e natyrës, duke sjellë përfitime si për njerëzit ashtu edhe për mjedisin. Vërshimet në Kosovë paraqesin një kërcënim të vazhdueshëm për jetën,
pronën dhe zhvillimin ekonomik, veçanërisht në zonat e luginave dhe fushave përmbytëse. Edhe pse, institucionet qendrore dhe lokale kanë ngritur mekanizma reagimi dhe parandalimi, mungesa e një koordinimi të plot, infrastrukturës së papërshtatshme për drenazh dhe përdorimi jo efektiv i të dhënave gjeohidrologjike rrit cenueshmërinë e vendit ndaj përmbytjeve. Studimet dhe hartat e rrezikut ekzistojnë, por shpesh ato nuk përkthehen në veprime konkrete, duke e bërë menaxhimin më reaktiv sesa proaktiv. Bashkëpunimi ndërinstitucional, përfshirja komuniteteve lokale dhe përdorimi i teknologjive të avancuara, monitorimi hidrologjik, sisteme paralajmërimi të hershme janë të domosdoshme për një strategji të qëndrueshme. Në mungesë të këtyre masave, Kosova rrezikon që çdo vërshim të shndrohet në krizë më të madhe socio-ekonomike.